Letra drejtuar Hebrejve. Kapitulli 1. Prolog. Madhëria e birit të mishëruar. Mbasi hyi her mbas here dhe në mënyrë të ndryshme në të kaluarën, u ka folur etërve me anë të profetëve. Së fundi, në këto ditë, na foli edhe neve me anë të birit, të cilin e bëri trashëgimtarin e të gjitha sendeve, në për të cilin edhe e krijoi gjithësinë. Biri, që është brevja e lavdis dhe vula e qënjes së hyjit, që me të fuqishme në fjalën e vet mban gjithësinë, pasi e kreu pastrimin e mëkateve, ndenjë në të djathtën e madhërisë në qiell, u bë aq më i pushtetshëm se engjëjt, sa më të madhërueshëm se ata e trashëgoi emrin. Dhe vërtet, cilit prej engjëjve hyi tha ndonjëherë, ti je im bir, unë sot të linda, dhe prap, unë do t'jem atë dhe ai do të më jetë bir, dhe prap, kur përsëri e shtije një lindurin birin e vetë në botë, thot, le ta adhurojnë të gjithë engjëjt e hyjit, kurse për engjëjt ai thot kështu, ai i bën engjëjt e vetë erëra, shërbëtorët e vetë flag zjarri, ndërsa për birin thot, froni yt o hyj, në shekuj të shekujve. Skeptor drejtësie, skeptri i mbretërisë sate. E ke dashur drejtësinë dhe e ke urrejtur pa drejtësinë. Prandaj o hyj, hyj yt të shuguroj, me bagmin e gëzimit si asnjë ndër shokët e tu. Edhe, ti o Zot, në fillim e krijove tokën, edhe qiejt janë vepër e duarve të tua. Ata do të zhduken kurse ti qëndron. Të gjithë do të vjetrohen si petku, por si petk do t'i mbështjellësh, por si mantel dhe do të ndërrohen. Ti vetëm i vetmi mbetesh i njëjtë. Vitet e tua nuk kanë mbarim. Po e për cilin ndër engjëj tha ndonjëherë, më rri në të djathtën time, deri t'i vërë miqtë të tu shtroj të këmbëve të tua? A nuk janë thua, të gjithë engjëjt shpirtra të ngarkuar me ndonjë shërbim, të dërguar për të shërbyer ata që do të na trashëgojnë shëlbimin? Kapitulli 2. Nxitje. Për këtë arsye na duhet t'ia vëmë shumë më mirë mendjen sendeve që kemi dëgjuar, që të mos e humbim qëllimin. E një mend, në qoftë se fjala është shpallur nëpër engjëj që e palëkundshme, dhe çdo shkelje apo pa dëgjes mori ndëshkimin e drejtë, si do të mund të shpëtojmë në qoftë se e lëm mbas dore një shëlbim kaq të madh? Këtë shëlbim filloi ta shpall Zoti, që e përforcuar në mesin ton, me anë të atyre që e kishin dëgjuar. Po edhe hyi njëkohësisht e dëshmoi me shenja, me vepra të bindshme, me mrekulli të larmishme dhe me dhurata të Shpirtit Shenjtë, të ndara sipas vullnetit të tij. Bazë shkrimesh, egzegjes e Psalmit 8. Sepse hyi nuk e ka vënë nën pushtet të engjëjve botën e ardhshme për të cilën po flasim. Madje dikush diku e bëri këtë dëshmi. Çka është njeriu që të bie ndërmend për të? Biri i njeriu që të kujdesesh për të? E bëre për pak më të vogël se engjëjt. E kurorëzove me lavdi e nder. Çdo gjë vure nën këmbët e tija. Dhe duke i vënë çdo gjë nën këmbë, ai s'la asgjë që të mos jetë e nënshtruar. Vërtet, tani nuk shohim ende se gjithçka është nën pushtetin e tij, por atë që qe për ulur për pak kohë më poshtë se engjëjt, Jezusin, e shohim të kurorëzuar me lavdi e nder, për arsye të vdekjes që pësoi, që kështu, për hir të hyjit, vdekja e shijuar prej tij të jetë në dobinë e të gjithë njerëzve. Dhe vërtet, i kishte hije atij, për të cilin dhe prej të cilit është çdo gjë, dhe që donte t'i çojë në lumturi shumë bi, ta bënte të përsosur me anë të vuajtjeve, udhëheqësin e shëlbimit të tyre.
sepse si shenjtëruesi ashtu të shenjtëruarit janë të gjithë prej njërit. Prandaj as nuk turpërohet t'i quaj vëllezër kur thot: vëllezërve të mi do t'ua shpall emrin tënd. Do të lavdëroj në midis të mbledhjes. Edhe më, në të do ta vësh shpresën. Dhe përsëri: ja, unë dhe fëmijët që mi dha hyi. Dhe mbasi fëmijët kanë të përbashkët gjakun e mishin, kështu edhe ai u bë pjesëtar në këtë gjë, në mënyrë që me anë të vdekjes ta shfuqizonte atë që kishte në dorë pushtetin e vdekjes, do me thënë, djallin, për t'i çliruar ata që ishin të nënshtruar skllavërisë për tërë jetën prej frikës së vdekjes. Sepse ai nuk u vjen në ndihmë engjëjve, por u vjen në ndihmë pasardhësve të Abrahamit. Këndej u desh që në gjithçka të bëhej i ngjashëm me vëllezër, për të qenë kryeprift i mëshirshëm, dhe njëkohësisht besnik në ato gjëra që i përkasin hyjit, në mënyrë që t'i shpërblente mëkatet e popullit. Dhe vërtet, shqip se ai e sprovoi personalisht vuajtjen, është në gjendje t'u ndihmojë atyre që janë në sprovë. Kapitulli 3. Jezusi është më i madh se Mojsiu. Këndej, o vëllezër të shenjtë, pjesëtar të thirrjes qiellore, vëreni mirë të dërguarin dhe kryepriftin e fesë son, Jezusin. Ai është i besuari i atij që e bëri kryeprift, sikurse ishte edhe Mojsiu në tërë shtëpinë e hyjit. Por në krahasim me Mojsiun, Jezusi është patjetër për një lavdi më të madhe, aq sa nderi i ndërtuesit e tejkalon nderin e vetë shtëpisë. Dhe një mend, çdo shtëpi ndërtohet prej dikujt, ndërsa ai që ka ndërtuar gjithçka është hyi. Tashti edhe Mojsiu që i besuar në tërë shtëpinë e hyjit, por vetëm si shërbëtor, për të qenë dëshmitar i të gjitha atyre që duheshin thënë prej hyjit, kurse Krishti është si bir mbi mbar shtëpinë e hyjit. Shtëpia e tij jemi ne, në qoftë se e ruajmë sigurinë e plot dhe mburrjen e shpresës. Teprica popullit të hyjit. Prandaj sikurse thot Shpirti i Shenjtë, sot në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos jini zemërgur si në ditën e kryengritjes, si në ditën e vënies në provë në shkret të tjerë, ku më ngucën etërit tuaj dhe më vunë në provë, edhe pse i pan veprat e mia gjatë 40 vjetëve. Prandaj mundye ajo brezni dhe thash: gjithmonë gënjehet zemra e tyre, e nuk i marrin vesh udhët e mia. Kështu përbetova në zemërimin tim, kur s'do të hynë në pushimin tim. Kini kujdes, o vëllezër, që ndonjëri prej jush të mos e ketë zemrën e keqe, të pa fe që të shkëputet nga hyi i gjallë, por nxitni njëri tjetrin dita ditës, derisa të zgjas kjo, sot, që të mos ngurohet ndokush prej jush nga shënjyer prej mëkatit. Sepse jemi bërë pjesëtar të Krishtit, merret vesh, në qoftë se qëndrojmë të palëkundshëm në shpresë, deri në fund ashtu si filluam. Kur thuhet: sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos jini zemërgur si në ditën e kryengritjes. Kush janë pra ata që mbasi e dëgjuan, u quan në kryengritje? A thua jo të gjithë ata që dolën nga Egjipti me anë të Mojsiut? Po kush thua qenë ata që ja mërzitën për 40 vjet? Vallë, ajo ata që më katuan, ku fomat e të cilve ranë në përshkreti? Dhe cilve ju përbetua se nuk do të hynin në pushimin e tij, në qoftë se jo atyre që nuk ju nënshtruan? Ne e shohim se nuk mundën të hynë për shkak të pabesimit. Kapitulli 4.
Prandaj, le të trembemi se, derisa mbetet premtimi, të hyhet në pushimin e tij, të mos vërtetohet për ndonjërin prej jush se ka vonuar. Sepse edhe ne kemi marrë lajmin e mirë sikurse edhe ata, por atyre nuk u vlefti gjë fjala që dëgjuan, sepse nuk u bashkuan me fe me ata që e pranuan fjalën. Në pushim veç, vërtetisht, hymë ne që besuam simbas fjalës që ka thënë. Kështu përbetova në zemërimin tim. Kur s'do të hynë në pushimin tim. Ndonë se veprat I kishin marrë fund qysh në krijimin e botës. E një mend, ka thënë diku për të 7-ën ditë kështu. Dhe hyi I pushoi nga të gjitha veprat e veta të 7-ën ditë. E këtu prap, kur s'do të hynë në pushimin tim. Mbetet pra, se disa do të hynë në të, dhe mbasi ata që të parët e morën lajmin e gëzueshëm, nuk hynë për shkak të padëgjesës, ai cakton rishtas një ditë, një sot, duke thënë mbas so kohe me gojë të Davidit, sikurse u tha më parë. Sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos jini zemërgur. Vërtet, po t'i kishte futur Jozuehi në pushim, hyi nuk do të kishte folur pastaj për një ditë tjetër. Këndej mbetet një pushim I të shtunës për popullin e hyit, sepse kush hyri në pushimin e tij, edhe ai pushoi nga veprat e veta, sikurse edhe hyi për I veprave të tija. Të vrapojmë pra për të hyrë në atë pushim, që asnjë të mos mbaroj pas shembullit të së njëjtës padëgjesë. Vërtet, fjala e hyjit është e gjallë dhe vepruese. Është më e mpret se çdo shpatë dy tehesh. Përshkon aq sa ndan frymën dhe shpirtin, gjymtyrët dhe palcin, edhe shqyrton ndjenjat dhe dëshirat e zemrës. Nuk ka krijesë të fshehur para saj. Gjithçka është cullak e zhveshur para syve të atij, të cilit do t'i japim llogari. Jezusi kryeprifti I madh. Prandaj, mbasi e kemi kryepriftin e madh, Jezusin, birin e hyjit, I cili ka përshkuar qiejt të jemi të palëkundshëm në dëshmimin e fesë. Sepse nuk kemi kryeprift që nuk mund të ketë dhimbje për dobësitë tona, mbasi ai veti ka sprovuar të gjitha sikurse ne, me përjashtim vetëm të mëkatit. T'i afrohemi, prandaj, plot guxim fronit të hirit, që të fitojmë mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë të duhur. Kapitulli 5. Flijimi toksor në ditët e mishit të vet. Sepse çdo kryeprift zgjidhet nga mesi I njerëzve dhe vihet kryeprift për të mirën e njerëzve në marrëdhënie të tyre me hyjin. Detyra e tij është të kushtoj dhurata e fli për shpërblim të mëkateve. Ai është në gjendje të ketë dëmshuri për ata që nuk dinë e gënjehen, sepse edhe ai vetë është I ngarkuar me ligështi. Këndej duhet të kushtoj fli për mëkate si për popull ashtu edhe për vete. Dhe askush nuk e merr për vetvete këtë nder, por vetëm ai që thirret prej hyjit, shi sikurse Aroni. Kështu edhe Krishti nuk e përvetsoi ai vetë nderin të bëhet kryeprift, po ja dha ai që I tha: Ti je I mbir, unë sot të linda. Sipas asaj fjale që e thot diku gjetiu, ti je prift për emshim në mënyrë të Melkizedekut. Ai, në ditët e jetës së vet këtu mbi tokë, I kushtoi urata dhe lutje me ofsham të mëdha dhe me lot, atij që mundte ta shpëtonte nga vdekja, dhe që vështruar për shkak të nënshtrimit të vet. Ai megjithse ishte bir, mësoi nga ato që pësoi të jeti dëgjueshëm, dhe pasi e fitoi përsosmërinë, për të gjithë ata që e dëgjojnë, u bë shkaku I shëlbimit të amshuar, I shpallur prej hyjit kryeprift në mënyrë të Melkizedekut. Jetë e krishterë dhe teologji.
Lidhur me këtë çështje kemi shumë për të thënë, të vështira për të shtjelluar me fjalë, sepse jeni bërë të ngadalshëm për të kuptuar. E pra, për kaq koha, duhet që të ishit tashmë mësues, kurse kështu keni nevojë t'ju mësoj dikush elementet e para të fjalëve të hyjit. Keni arritur deri në atë gjendje të keni nevojë për qumësht dhe jo për ushqime të forta. Dhe një mend, kush ende ushqehet vetëm me qumësht, nuk është i aftë të ndjek një shtjellim mbi drejtësinë, sepse është ende foshnjë. Përkundrazi, ushqimi i fortë është për të rritur, për ata që i kanë shisat e stërvitura për të dalluar të mirën e të keqen. Kapitulli 6. Autori paraqet planin e tij. Prandaj po e lëm një herë mësimin fillestar mbi Krishtin dhe të kalojmë në atë që është për të rritur, duke mos e vënë përsëri themelin, kthimin nga veprat e vdekura dhe besimin në hyjin, mësimin mbi pagëzimet dhe mbi vënien e duarve, ngjallje nga të vdekurit dhe gjyqin e amshuar. Edhe këtë do ta bëjmë në dasht hyji. Vërtet është e pamundur që ata njerëz, të cilët qenë një herë të shëndritur, që e shijuan dhuratën qiellore, që u bën pjesëtar të shpirtit shenjtë, që e shijuan të bukurën fjalë të hyjit dhe fuqitë e jetës së ardhshme, dhe megjithatë e borën fen, të përtërihen rishtas me kthim, kur ata vetë përsëri e kryqëzojnë birin e hyjit dhe botërisht e poshtërojnë. Dhe një mend, një tokë e ngirë me shi që bie shpesh në të dhe prodhon bim të dobishme për atë që punohet, merr bekimin prej hyjit, ndërsa ajo që qet murriza dhe ferra është e pafar vlere dhe është afër mallkimit dhe fundi i saj është në zjarr. Fjalë shprese dhe inkurajimi. Por, përsa ju përket juve, o të dashur, edhe pse flasim kështu, jemi plotësisht të bindur se ju jeni në gjendje të mirë dhe në rrugën e shëlbimit, sepse hyji nuk është i padrejtë që të harroj veprën tuaj dhe dashurinë që e treguat ndaj emrit të tij, duke u shërbyer dhe duke vazhduar të shërbeni shenjtërve. Dëshirojmë veç që secili prej jush ta tregoj të njëjtin kujdes që shpresa të plotësohet deri në fund, që të mos ju paksohet zelli, por t'ju përngjani atyre që në saje të fesë dhe të duresës trashëgojnë të mirat e premtuara. Dhe një mend, kur hyi i jepte Abrahamit premtimin, mbasi nuk kishte se me kë më të madh t'i përbetohej, ju përbetua me vetveten duke thënë, vërtet do të të mbuloj me bekime dhe do të jap trashëgimtar të panumërueshëm. Kështu Abrahami duke pritur me duresë, i fitoi premtimet. Njerëzit veç përbetohen me dikënd që është më i madh se ata, dhe beja për ta është një garanci që i jep fund çdo mosmarrveshjeje. Kështu edhe hyi, duke dashur në mënyrë më të plotë, t'u vërtetoj trashëgimtarëve të premtimeve pa lëkundshmërinë e vendimit të vullnetit të vet, u bë dorëzan me përbetim. Në këtë mënyrë, në fuqi të dy veprimeve të pandërueshme, në të cilat është e pamundur që hyi të gënjej, ne, që u strehuam në hyin, kemi trimërim të fortë të mbështetemi në shpresën që nuk parashtrua. Atë e kemi spirancë të sigurt dhe të fortë të shpirtit që hyn në brendin përmes tisit. Atje, ku për ne, si pararendës dhe përtoi Jezusi, mbasi u bë kryeprifti i amshuar në mënyrë të Melkizedekut. Kapitulli 7. Melkizedeku. Në të vërtet, ky Melkizedeku, mbreti i Salemit,
prifti i hyi të tejet lartë, i doli para në takim Abrahamit, që po kthehej nga luftimi pasi shfarosi mbretërit dhe i bekoi. Këtij Abrahami i dha të 10 e të gjithave. Emri i tij në përkthim do të thotë më së pari mbreti i drejtësisë dhe pastaj edhe mbreti i Salemit, do me thënë mbreti i paqes. Ky është pa bab, pa nën, pa brezni, s'ka as fillim as mbarim të jetës. Pra, i ngjashëm me birin e hyjit, mbetet prift për amshim. Vëreni pra sa i madh duhet të jetë ai njeri, të cilit Abrahami si patriark i dha të 10 e më së mirës pjesë të pres. Vërtet, edhe ata prej bijve të Levit që marrin priftërinë kanë urdhër nga ligji të marrin të 10 nga populli, do më thënë, nga vëllezërit e vet, edhe pse edhe ata janë pasardhës të Abrahamit. Por ai që nuk është në brezninë e tyre, e dhjetoi Abrahamin dhe e bekoi atë që kishte premtimet. Dhe është jashtë çdo diskutimi. Ai që është më i madh e bekon atë që është më i vogël. Këtu shto edhe se të 10 e mbledhin njerëzit e vdekshëm, ndërsa atje ai për të cilin dëshmohet se jeton. Madje, në personin e Abrahamit, pothuajse edhe vet Levi që merr të 10 vjetohet, sepse ende ishte në ijen e 8, kur Melkizedeku i doli para në takim Abrahamit. Nga meshtaria levite tek meshtaria sipas urdhrit të Melkizedekut. Tashti, po të ishte fituar për kryemëria me anë të priftërisë levitike, sepse në bazë të saj, populli e fitoi ligjin, ç'nevoja atëherë do të kishte qenë të ngritet një tjetër prift në mënyrë të Melkizedekut dhe të mos emërtohej sipas mënyrës së Aronit? Dhe s'ka dyshim, në qoftë se ndërrohet priftëria, domosdo ndërrohet edhe ligji, sepse ai për të cilin është fjala, është nga një fis tjetër, prej të cilit askush nuk i qe kushtuar ilterit. Dhe dihet se zotëria ynë vjen nga fisi i Judës, fis ky për të cilin Mojsiu nuk tha asgjë lidhur me priftërinë. Dhe kjo bëhet shumë më qartë në qoftë se prifti tjetër vihet në mënyrë të Melkizedekut, që nuk bëhet prift në fuqi të rregullore së ligjit të trashëgimisë trupore, por në fuqi të jetës së pashkatrueshme, sepse dëshmohet: ti je prift për jetë të jetës në mënyrë të Melkizedekut. Këndejsh bëhet rregulloria më parshme për shkak të paaftësisë së saj dhe të padobisë, sepse asgjë s'ka përsosur ligji dhe shtihet në fuqi shpresa më e mirë me anë të së cilës i afrohemi hyjit. Pandryshueshmëria e meshtarisë së Krishtit. Dhe kjo nuk ndolli pa përbetim, kurse ata u bën priftërin pa përbetim, ndërsa ky në bazë të përbetimit të atij që i tha: u përbetua Zoti dhe nuk do të pendohet. Ti je prift për jetë të jetës. Në këtë mënyrë Jezusi u bë dorëzani i beslidhjes më të mirë. Për më tepër, as si priftërin shqen shumë, sepse vdekja nuk i linte të qëndronin për gjithmonë, kurse ai, mbasi mbetet për gjithmonë, ka priftërin që nuk kalon kurrë. Këndej edhe mund t'i shëlboj plotësisht ata që në për të i afrohen hyjit, sepse gjithmonë jeton për të ndërmjetësuar për ta. Përsosmëria e kryepriftit qiellor. Vërtet, një kryeprift i tillë edhe na lypej ta kishim, i shenjtë, i pafajshëm, i panjoll, i ndar nga mëkatarët dhe më i madhërueshëm se qiejt, i cili s'ka nevojë, sikurse ata kryepriftërin tjerë, të kushtoj si një ditë për ditë fli më parë për faje të veta dhe pastaj për faje të popullit. Këtë ai e bëri një herë për gjithmonë kur e flijoi vetveten. Ligji, në të vërtetë,
V për kryepriftërin njerëz të nënshtruar dobësive, kurse fjala e betimit që vjen mbas ligjit, V birin që u bëj përsosur për amshim. Kapitulli 8. Priftëria e re dhe shenjtëroria e re. Dhe ja, pika kryesore në këtë shtjedhim. Kemi një kryeprift të tillë, i cili rri në të djathën e fronit të madhërisë në qiell, si mbarshtues i shenjtërores dhe i tendës së vërtet, të cilën e ngriti Zoti dhe jo njeriu. Meqense çdo kryeprift vihet për të kushtuar dhurata dhe fli, këndej edhe për të detyra të ketë çka të kushtoj. Po të ishte ai mbi tokë, nuk do të ishte as prift, sepse janë ata që në fuqi të ligjit i kushtojnë dhuratat. Këta i shërbejnë figurës dhe hijes së tendës qiellore, sikurse që udhëzuar Mojsiu, kur mendonte të ndërtoj tendën, sepse shiko, i thuhet, bëj të gjitha sipas gjedhës që të çe dëftuar në mal. Krishti ndërmjetësi një beslidhjeje më të mirë. Por tani Krishti fitoi një shërbes shumë më të shquar, sepse është ndërmjetësi i beslidhjes më të mirë, të themeluar mbi premtime më të mira. Po të kishte qenë me të vërtet beslidhja e parë e pa tëmet, nuk ishte dashur t'i bëhej vend tjetrës, sepse duke i proxhmuar u thot: Ja, po vin ditët, thot Zoti, kur do të bëj me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës një beslidhje të re. Jo më sikurse beslidhja që pata bërë me etrit e tyre, kur i mora për dore për t'i nxjerrë nga toka e Egjiptit. Meqense ata nuk qëndruan besnik në beslidhjen time, prandaj as vet nuk u kujdesova për ta, thot Zoti. Dhe ja, beslidhja të cilën do ta lidh me shtëpinë e Izraelit pas këtyre ditëve, thot Zoti. Ligjet e mia do t'i thadroj në shpirtrat e tyre dhe do t'i zgavëroj me shkronja në zemrat e tyre. Unë do të jem hyji i tyre, kurse ata do të jenë populli im. Askush nuk do ta mësoj bashkëqytetarin e vet, askush vëllain e vet, duke thënë: Njihe Zotin, sepse të gjithë do të më njohin, prej më të voglit e deri në më të madhin ndër ta, sepse do të kem mëshirë për fajet e tyre dhe s'do t'i kujtoj mëkatet e tyre. Kur thot të ren, dëshmon se e para është plakur. Tashti, çka plaket e vjetrohet, është afër zhdukjes. Kapitulli 9. Shenjtëroria toksore dhe qiellore. Patjetër, edhe beslidhja e parë i kishte rregulloret e kultit dhe shenjtëroren, por toksore, dhe një mend që ndërtuar tenda. Në pjesën e parë të saj ishte qirimbajtësi, tryeza dhe bukët e kushtimit dhe quhet shenjtëroria. Pastaj, mbastisit të dytë, ishte pjesa e dytë e tendës që quhet shenjtëroria e shenjtëroreve, në të ishte kemorja e artë, arka e beslidhjes, gjithka e veshur me arë dhe në të, ena e artë me manë, shkopi i Aronit që pati lulëzuar, dhe rasat e beslidhjes. Përmbi arkën ishin kerubinët e madhërisë që i bënin hije pajtimores, por për këtë tani nuk është vendi të flasim imtësisht. Pasi këto janë kështu të rregulluara, në pjesën e parë të tendës, në çdo kohë hyjnë priftërinjt për të kryer shërbesat, ndërsa në të dytën pjesë, vetëm një herë në vit dhe vetëm kryeprifti, madje jo pa xhak, të cilin e kushton për vete dhe për gabimet të popullit. Shpirti i Shenjtë ka dashur kështu të dëftoj se ende nuk është shfaqur ulla që çon në shenjtëroren e shenjtëroreve,
mbasi ende qëndron pjesa e parë e tendës. Kjo është një shëmbulltyr për kohën e tanishme. Kushtohen dhurata e fli, të cilat nuk mund ta përsosin në ndërgjegje shërbestarin e kultit, pse të themeluara në haje, në pije dhe në larje të ndryshme, të gjitha rregullore thjesht trupore, të vlerëshme, deri t'u vi koha të ndreqen si duhet. Por erdhi Krishti, kryeprifti i të mirave që do të vinë, dhe në për një tendë më të madhe dhe më të përsosur, të punuar jo me dorë, do me thënë, jo të kësaj krijese dhe në përgjak jo të cijepve dhe të mëzetorve, por në përgjak të vetë, hyri një herë për gjithmonë në shenjtëroren e shenjtëroreve dhe fitoi shpërblimin përfundimtar. Dhe një mend, në qoftë se gjaku i stërpikur i cijepve dhe i mëzetorve dhe hiri i mështjerës i shenjtëron të papastrit, duke u apastruar ritualisht trupin, sa më tepër gjaku i Krishtit, i cili në për shpirtin e amshuar i aflioj vetveten hyjit, por si fli të panjoll, do ta pastroj ndërgjegjen ton nga veprat e vdekura për t'i shërbyer hyjit të gjallë. Krishti vulos beslidhjen e re me gjakun e tij. Për këtë arsye, ai është ndërmjetësi i beslidhjes së re, që me anë të vdekjes për shpërblim të fajeve të bëra në kohën e beslidhjes së parë, të grishurit ta fitojnë trashëgimin e premtuar të përjetshëm. Këndej, gjithkund ka ndonjë testament, është e domosdoshme të vërtetohet vdekja e atij që e bëri testamentin. Sepse testamenti hyn në fuqi vetëm pas vdekjes. Askur s'ka vlerë derisa të jetë gjallë ai që e bëri. Prandaj, as beslidhja e parë nuk qe themeluar pa gjak. Sepse, pasi Mojsiu ja shpalli mbar popullit çdo urdhër sikurse është në ligj, mori gjak mëzetorish e ujë dhe me lesh të kuq e me hisop e stërpiku librin dhe mbar popullin duke thënë: "Ky është gjaku i beslidhjes që hyi ju caktoi." Pastaj e stërpiku me gjak tendën dhe të gjitha enet e shërbesës hyjnore. Dhe sipas ligjit, pothuajse gjithçka pastrohet me gjak dhe pa derdhje gjaku nuk ka falje. Në qoftë pra se shëmbëllesat e realiteteve qiellore janë pastruar me rite të tilla, atëherë është e domosdoshme që vetë realitetet qiellore të pastrohen me fli më të mira se këto. Sepse Krishti nuk hyri në shenjtëroren e shenjtëroreve të punuar me dorë, që është vetëm shëmbëllese thjesht e asaj të së vërtetës, por drejt në qiell, që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës së hyjit. Jo veç që shumë herë ta flijoj vetveten sikurse kryeprifti çdo vit hyn në shenjtëroren e shenjtëroreve me gjak të huaj, por ndryshe i ishte dashur të pësoj shumë herë qysh prej krijimit të rruzullit. Por tani u dëftua një herë të vetme në mbarimin e kohës, për ta asgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetvetes. Dhe sikurse njerëzve u duhet një herë të vdesin, e pastaj vjen gjyqi, kështu edhe Krishti. U flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e të gjithëve, kurse herën e dytë, jo më në lidhje me mëkate, do t'u duket atyre që e presin për të qenë shëlbuar. Kapitulli 10. Padobishmëria e flive të lashta. Dhe me qënë se ligji ka vetëm hijen e të mirave të ardhshme dhe jo realitetin e vetë sendeve, s'mundet kur që me fli të cilat vit për vit, gjithmonë të njëjtat, vazhdimisht kushtohen, t'i përsosin ata që i afrohen hyjit. Vallë, a nuk do të kishin pushuar të kushtohen shqipse ata që ju ushtrojnë veprat e kultit, të pastruar një herë nuk do të kishin më kurfar ndjenje se gjenden në mëkat? Por me anë të tyre përkujtohen mëkatet vit për vit, sepse është e pamundshme që gjaku i mëzetorve dhe i cijepve të shlyej mëkatet.
Për këtë arsye, Krishti duke hyrë në botë, thot: Fli e kusht ti nuk deshe, por ma bëre gati trupin. Holokaustet dhe flit për mëkate nuk të pëlqyen. Atëherë thash, ja, po vi, sepse për mua shkruan në rrotullin e librit, për ta kryer o hyj vullnetin tënd. Pasi tha më lartë, flit e kushtet, holokaustet dhe flit për mëkate nuk të pëlqyen dhe nuk i deshe, e pra, flitet për flit të urdhëruara prej ligjit, thot pastaj, ja po vi për të kryer vullnetin tënd. Kështu shfuqizon kultin e parë për të vendosur të dytin. Në fuqi të këtij vullneti, kemi qenë shenjtëruar me anë të flijimit të trupit të Jezu Krishtit një herë e përgjithmonë. Dobishmëria e flijimit të Krishtit. Dhe ndërsa çdo prift tjetër qëndron gati për çdo ditë për të kryer shërbesën e kultit, dhe shpesh kushton po të njëjtat fli, të cilat asesi s'mund t'i shlyej mëkatet, Krishti, përkundrazi, duke pas kushtuar për mëkate vetëm një fli të vetme, rri përgjithmonë në të djathtën e hyjit, dhe qysh atëherë pret vetëm që armiqtë e tij të vinë shtroje këmbëve të tija. Dhe vërtetisht, me një kusht të vetëm, i përsosi për amshim të shenjtëruarit. Këtë gjë na e dëshmon edhe Shpirti i Shenjtë. Dhe një mend, pasi tha: Kjo është beslidhja me të cilën do të lidhem me ta. Mbas këtyre ditëve, thot Zoti, ligjet e mia do t'i thadroj në zemrat e tyre, dhe do t'i shkruaj në shpirtin e tyre. Nuk do t'i sjell në mend mëkatet e tyre, as paudhëritë e tyre. Tashti, atje ku u falen mëkatet, nuk ka më kushte për to. Qortime dhe porosi. Pra, o vëllezër, duke pasur hyrje të lirë në shenjtëroren e shenjtëroreve në fuqi të gjakut të Jezusit, nëpër këtë rrugë të re dhe të gjallë që na hapi Krishti me anë të Tisit, që është korpi i tij, dhe duke pasur një prift të shkëlqyeshëm në krye të shtëpisë së hyjit, t'i afrohemi me zemër të qiltër, me fe të plot, me shpirt pastruar nga dërgjegja e keqe dhe me trup të larë me ujë të pastër. Ta ruajmë të palëkundshme dëshminë e shpresës, sepse ai që i dha premtimet është besnik. Le të kujdesemi për njëri tjetrin me qëllim që të nxitemi ka dashuria dhe veprat e mira, dhe të mos i lëm pas dore mbledhjet tona, si e kanë bërë zakon disa, por t'i japim zemër njëri tjetrit, aq më tepër sa më mirë shihni se po afrohet dita. Rreziku i apostazisë. Sepse në qoftë se vullnetisht mëkatojmë mbasi e morëm njohurinë e së vërtetës, nuk ka më fli për mëkate, por vetëm pritje të tmerrshme të gjyqit dhe të vapës së zjarrit, që do t'i përpi kundërshtarët. Po ndodhi e prishin do kush ligjin e Mojsiut, vritet pa far mëshire në bazë të 2 apo 3 dëshmitarve. Merrni me mend sa ndëshkim më të rënd do të meritoj ai që do ta vërë në këmbë birin e hyjit, ai që do ta bëjë në asgjë gjakun e beslidhjes, me të cilin ka qenë shenjtëruar, dhe do ta shaj shpirtin e hirit, sepse e njohim atë që ka thënë. Merrni me mend sa ndëshkim më të rënd do të meritoj ai që do ta vërë në këmbë birin e hyjit, ai që do ta bëjë në asgjë gjakun e beslidhjes, me të cilin ka qenë shenjtëruar, dhe do ta shaj shpirtin e hirit, sepse e njohim atë që ka thënë. Hakmarrja më përket mua, unë do të hakmerrem, dhe përsëri, Zoti do ta gjykoj popullin e vet. Është e tmerrshme të bjerë kush në duar të hyjit të gjallë. Let ju bien në mend ditët e para kur, posa të ndriçuar, ju deshi të duroni një luftë të madhe mundimesh. Tash botërisht të vënë në lojë dhe të salvuar, tash të bërë pjesëtar në vuajtje me ata që i pësonin të tillat. Sepse ju morët pjesë në vuajtjet e të burgosurve, dhe me gëzim duruat ju rëmbejnë pasurit, sepse e dinit se keni një pronë më të mirë dhe të pakalueshme.
Mos e humbni pra besimin, ai ka shpërblim të madh. Pritja eskatologjike. Vërtet, keni nevojë për qëndres që duke kryer vullnetin e hyjit, t'i fitoni të mirat e premtuara, sepse edhe pak, krejt edhe pak, dhe do të vijë ai që duhet të vijë. Nuk do të vonoj, dhe i drejti im do t'jetoj prej fesë, por nëse bie nga feja, shpirti im nuk do të kënaqet në të. Ne veç nuk jemi asisht që bie nga feja për t'u bjerë, por asisht që besojnë për t'u shëlbuar. Kapitulli 11. Feja shembullore e paraardhësve. Feja është një mënyrë pasjeje të sendeve që shpresohen, mjet të njihen sendet që nuk shihen. Në fuqi të saj, madje të parët tanë fituan një dëshmi të mirë. Me anë të fejës e dim se botërat u trajtuan prej fjalës së hyjit, në mënyrë që çka shihet u përftua nga ato që nuk shihen. Me anë të fesë, Abeli kushtoi hyjit fli më të mirë se Kaini. Me anë të saj mori dëshminë se është i drejtë. Hyji u dha dëshmi dhuratave të tija, dhe me anë të saj, edhe pse i vdekur, ende flet. Me anë të fesë, Henoku u ndërrua vendit që të mos e shoh vdekjen dhe më nuk u gjet, sepse hyji ndërroi vend. E një mend, para mbartjes mori dëshminë se i kishte pëlqyer hyjit, por pa fe nuk është e mundshme t'i pëlqejet hyjit, sepse ai që i afrohet duhet të besojë se hyji është dhe si shpërblen ata që e kërkojnë. Me anë të fesë, Noehi, i mësuar prej hyjit për gjëra që ende nuk shiheshin, i bindur në shpirt, e punoi arkën për shpëtimin e familjes së vet, me anë të cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtari i drejtësisë që vjen nga feja. Me anë të fesë, Abrahami, kur që grishur, dëgjoi të çojë dhe të niset drejt vendit që do ta fitonte në trashëgim. E lëshoi vendin edhe pse nuk dinte se ku do të shkonte. Me anë të fesë erdhi të banojë në tokën e premtuar, si në tokën e huaj, dhe jetoi në tenda me Izakun dhe me Jakobin, bashkë trashëgimtarët e të njëjtit premtim, sepse priste qytetin me themele të palëkundshme, arkitekti dhe ndërtuesi i të cilit është hyji. Me anë të fesë edhe vetë Sara Berojnë, fitoi mundësinë të bëhej nën, megjithse i kishte kaluar mosha, sepse e mbante besnik atë që i dha premtimin. Këndej, prej një njeriu dhe ai i gati i vdekur, lindi një shumicë e madhe, por si yjet në qiell dhe rëra pa numërueshme në bregun e detit. Të gjithë këta vdiqen në fe pa marrë çka u që premtuar. Ata vetëm e vërejtën prej së largu dhe e përshëndeten duke pranuar se janë të huaj dhe udhëtar për mbi tokë. Vërtet, ata që flasin kështu, dëftojnë qartazi se kërkojnë atë dheun. Patjetër, po të kishin menduar për atë dheun për të cilit dolën, do të kishin pasur kohë të ktheheshin. Por tashti, ata dëshirojnë një atë dhe më të mirë, do me thënë, atmen qiellore. Për këtë arsye, hyjit nuk i vjen turp të quhet hyji i tyre. Vërtet, ai ua ka bërë gati qytetin. Me anë të fesë, Abrahami i vënë në provë e flijoi Izakun. Flijonte djalin e vetëm ai që kishte marrë premtimin, të cilit i që thënë: pasardhësit e tu do të rrjedhin prej Izakut, plotësisht i bindur se hyji mund të ngjallë edhe të vdekurit. Prandaj edhe e rifitoi dhe që një shëmbulltyr. Me anë të fesë, Izaku bekoi Jakobin dhe Ezaun, shi në vështrim të gjërave që kishin për të ndodhur. Me anë të fesë, Jakobi në fill të vdekjes, bekoi se cilin nga bijtë e Jozefit dhe thellë u përkuli mbështetur mbi dorëzën e shkopit të vet. Me anë të fesë, Jozefi,
në fill të vdekjes, përmendi daljen e bijve të Izraelit dhe dha urdhër lidhur me eshtrat e vet. Me anë të fesë, Mojsiu, posa i lindur, që fshehur për 3 muaj nga prindrit, sepse pan se fëmia ishte i bukur dhe nuk e druajtën urdhrin e mbretit. Me anë të fesë, Mojsiu, kur u rrit, nuk pranoi të quhej më djali i bijës së faraonit. Më fort deshi të pësoj me popullin e hyjit, se të gëzoj për pak kohë dëfrimin e mëkatit. E çmoi pasuri më të madhe mundimin e Krishtit se visaret e Egjiptit, sepse i kishte sytë të ngulur në shpërblim. Me anë të fesë e lëshoi Egjiptin pa e druajtur zemërimin e mbretit, i patranshëm si ai që shet të papashmin. Me anë të fesë i kremtoi pashkët dhe bëri stërpikjen me gjak që engjëlli i vrasës të mos i prekte të parlindurit e Izraelit. Me anë të fesë kaluan në përdetin e kuq si në për tokë të thatë dhe kur sprovuan egjiptianët u mbytën. Me anë të fesë u rrëzuan muret e Jerihonit, pasi u qarkuan për 7 ditë. Me anë të fesë Rakaba lavire nuk u vra bashkë me kryengricit, sepse i priti vëzhguesit paqësisht. Po çka të them më? Nuk do të më dilte koha të flas për Gjedeonin, për Barakun, për Samsonin, për Jeftin, për Davidin, për Samuelin dhe për profetët, të cilët me anë të fesë nënshtruan mbretëri, shtin në veprim drejtësinë, fituan premtimet, mbyllën gojën e luanëve, shuan fuqinë e zjarrit, shpëtuan nga teu i shpatës, u shëruan nga sëmundjet, u dëftuan trimat të fortë në luftë, zbrapsën ushtritë të huajve. Disa gra i fituan me anë të ngjalljes të vdekurit e vet. Të tjerë, të vënë në mundime, nuk e pranuan faljen, që të fitonin një ngjallje më të mirë. Prap do të tjerë sprovuan poshtrime, frushkullime, madje dhe pranga dhe burgje. U vran me gur, u sharruan, u pren me tetë të shpatës, u endën të veshur me lëkura delesh, me lëkura vish, në skam, të në përkëmbur, të marrë me të keq. Bota nuk ishte e denjë për ta. Endeshin në përshkreti, në përmale, në përshpela dhe në përgropa dheu. Të gjitha këta, edhe pse e morën dëshminë e mirë me anë të fesë, megjithatë, nuk morën çka u që premtuar, sepse hyi para pa diçka më të mirë për ne, që pa ne ata të mos i arrin për sosmërisë. Kapitulli i 12. Shembulli i Jezu Krishtit. Këndej pra, edhe ne të rrethuar me një re kaq të madhe dëshmitarësh, ta flakim tej çdo barë dhe mëkatin që na pengon dhe të vrapojmë me çëndres në luftim që na u caktua, me shikim të drejtuar mbi autorin dhe përkryesin e fesë, Jezusin, i cili në vend të gëzimit që i takonte, duroi kryqin duke e përbuzur turpin dhe ndej në të djathën e fronit të hyjit. Mendoni pra, atë që duroi nga ana e mëkatarëve një kundërshtim aq të madh kundër vetes, në mënyrë që ju të mos moliseni dhe të mos ju lëshoj zemra. Edukimi atëror i hyjit. Ju ende duke luftuar kundër mëkatit, nuk bët çëndres deri në derdhje të gjakut dhe harruat shortimin që ju drejtohet si bijve. Biri im, mos e përbuz shortimin e Zotit, as të mos lëshoj zemra kur ai të shorton, sepse atë që e do Zoti e edukon me disiplinë, e frushkullon atë që e pranon për bir. Hiqni keq për edukimin tuaj. Hyji sillet me ju si me bij, dhe a ka djalë të cilin i ati nuk e edukon me disiplinë? Në qoftë se nuk ndëshkoheni si që ndëshkohen të gjithë bijtë tjerë, atëherë nuk jeni bij të vërtet, por të palitshëm.
Pastaj etërit tanë toksor na edukuan me disiplinë dhe patëm nderim për ta. A thua, nuk do t'i nënshtrohemi edhe më tepër atit të shpirtrave për të fituar jetën? Ata në të vërtet na çurtuan për pak kohë dhe ashtu s'ju a merrte mendja, ndërsa ai, për të mirën tonë, me qëllim që të na jap shenjtërinë e vet. Dhe një mend, çdo qortim një herë për një herë nuk duket se sjell gëzim, por trishtim, por se më vonë të ushtruarve në të u sjell fryt paqe dhe drejtësie. Prandaj ngritni lart duart e lodhura dhe gjunjët e molisur, dhe rafshoni ullët për këmbët tuaja, që e qala të mos gjymtohet, por më mirë të shërohet. Ndëshkimi për ata që e përbuzin hirin e hyjit. Kujdesohuni për paqe me të gjithë dhe për shenjtërim, pa të cilin askush nuk do ta shohë Zotin. Mundohuni që askush të mos i shmanget hirit të hyjit, që të mos mbi ndonjë rënje hidhur dhe të shkaktoj turbullim ose ta praj bashkësinë, që të mos bëhet ndokush fillikshtar ose çnderues gjërash të shenjta, si Ezau, i cili për një ngrënie të vetme shiti të drejtat e paralindësisë. Ju e dini se edhe më vonë, kur deshi të trashëgoj bekimin, që përjashtuar, sepse nuk pati mundësi ndërrimi, edhe pse e kërkoi me lot. 2 beslidhjet. Sepse ju nuk ju afruat malit të prekshëm, as flakëve të zjarrit, as errësirës, as territ, as stuhis, as zërit të trompetës, as ushtimës së fjalës. Ata që e dëgjuan u lutën të mos u fliste më, sepse s'mund e duronin urdhrin. Nëse edhe një shtazë prek malin, le të vritet me gur, sepse aq që t'merrshme ishte ajo pamje, sa që vetë Mojsiu tha, fort po trembem dhe po dridhem. Përkundrazi, i jeni afruar malit Sion, qytetit të hyjit të gjallë, Jeruzalemit qiellor, numrit të pamas të engjëjve të bashkuar në fest, bashkimit të paralindurve, emrat e të cilve janë të shkruar në qiell, hyjit, gjyqtarit të gjithëve, shpirtrave të drejtve që e arritën për sosmërisë, Jezusit, ndërmjetësit të beslidhjes së re dhe gjakut stërpikës që flet më mirë se gjaku i Abelit. Kini kujdes të mos e përbusni ato që ju flet, sepse, në qoftë se nuk mund gjetën shpëtim ata që nuk deshën ta dëgjojnë atë që jepte urdhra mbi dhe, aq më pak do të mund të shpëtojmë ne në qoftë se nuk e dëgjojmë atë që flet nga qielli. Zëri i tij atëherë trandi tokën, kurse tani premton. Edhe një herë do ta tund nga themeli, jo vetëm tokën, por edhe qiellin. Dhe fjala edhe një herë do të thotë se sendet që mund të tunden janë të caktuara të zhduken, sepse të krijuara në mënyrë që të mbeten vetëm ato që nuk mund të tranden. Prandaj, pasi ne marrim në trashëgim mbretërinë që nuk mund të trandet, le ta ruajmë këtë hir me anë të cilit t'i japim hyjit një kult të pëlqyeshëm, me nderim e me frikë. Vërtet, hyji ynë është zjarr që përpin. Kapitulli i 13. Porositë e fundit. Dashuria vllazërore le të jetë e qëndrueshme. Mos e lini pas dore mikpritjen, sepse me anë të saj, disa pa ditur i pritën miq engjëjt. Kujtoni të burgosurit, sikurse të ishit edhe ju të burgosur me ta, të salvuarit, sepse edhe ju jeni ende në trup. Martesa le të jetë plot nder ndër të gjithë dhe shtrati martesor i panjoll,
sepse hyi do t'i gjykoj flikshtarët dhe kurorthyesit. Në sjelljen tuaj të mos ndikoj paraja. Jini të kënaqur me aq sa keni, sepse hyi ka thënë, jo, nuk do të lë, unë nuk do të lëshoj në ditë të ngushtë. Këndej të mund të themi plot besim. Zotin e kam në ndihmë, edhe nuk kam frikë. Çka mund të më bëj njeriu? Mbi besnikërinë. Mos i harroni prorët tuaj, të cilat e shpallën fjalën e hyjit. Vëreni mbarimin e jetës së tyre e ndiqni fenë e tyre. Jezu Krishti është i njëjtë dje e sot dhe do të jetë për amshim. Mos lejoni të gënjeheni me mësime të ndryshme të huaja, sepse është mirë që zemra të forcohet me hir e jo me ushqime, që kur nuk usollën dobi atyre që bëjnë çështje, çka bën të hahet e çka jo. Përmbledhje. Kemi një lter për i të cilit nuk kanë të drejtë të hanë, ata që i shërbejnë tendës. Me qënë se trupat e baktive, gjakun e të cilave kryeprifti e shtjen në shenjtëroren e shenjtëroreve për të shpërblyer mëkatet, digjen jashtë vendbanimit. Për këtë arsye edhe Jezusi, për të shenjtëruar popullin me gjakun e vet, pësoi jashtë derës të qytetit. Këndej le të dalim edhe ne jashtë fushimit në takim me të, duke e marrë mbi vete poshtërimin e tij. Sepse nuk e kemi këtu qytetin e përhershëm, por kërkojmë atë të ardhshmin. Këndej me anë të tij, t'i kushtojmë vazhdimisht hyjit fli lavdije, do me thënë, frytin e buzëve që dëshmojnë emrin e tij. Mos e harroni bamirësinë dhe ndihmën bashkësisë, sepse flit e tilla i pëlqejnë hyjit. Bindje ndaj udhëheqësve shpirtëror. Dëgjoni e prorët tuaj dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata kujdesen për shpirtrat tuaj, si ata që kanë detyrë të japin llogari. Dëgjoni që ta bëjnë këtë gjë me gëzim dhe jo duke u ankuar, sepse kjo nuk do t'ju sillte dobi. Lutuni për ne. Vërtet jemi të bindur se e kemi ndërgjegjen e pastër dhe se në çdo gjë kemi dëshirën të sidhemi mirë. Ju porosis pra, ngrotësisht ta bëni këtë gjë, që t'ju kthehem sa më parë. Bekimi dhe doksologjia. E hyi, burimi i paqes, që e nxori lart nga të vdekurit me anë të gjakut të beslidhjes së amshuar bariun e mallë të deleve, Zotin ton Jezusin, ju bëft të aftë për çdo vepër të mirë, që ta kryeni vullnetin e tij. Ai bëft në ne çka atij i pëlqen, në për Jezu Krishtin, të cilit i qoftë lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Letër shoqëruese. Po ju lutem vëllezër, t'ia vini veshin kësaj fjale ngushëllimi. Ju shkrova shkurtimisht. Dijeni se vëllai ynë Timoteu u lirua nga burgu. Nëse mbërrin së shpejti, do të vite ju me të. Përshëndetni të gjithë prorët tuaj dhe të gjithë shenjtërit. Ju përshëndesin këta të Italisë. Hiri qoftë me ju të gjithë.